Zjarri mes fshatit Lekas dhe Voskopojës është riaktivizuar në ditën e tretë të tij, duke marrë për masa të mëdha dhe duke u përhapur në zonën pyjore me pisha, edhe pse autoritetet njoftuan më herët se vatrat e zjarrit ishin neutralizuar plotësisht. Flakët janë rikthyer dhe situata në terren mbetet shqetësuese. Zjarri ka përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme, ndërsa era po favorizon përhapjen e tij. Aktualisht po pritet ndërhyrja e forcave të ushtrisë për t'u bashkuar operacionit të shuarjes së flakëve, ndërsa ekipet e emergjencës vjojnë punën në terren për izolimin e vatrave aktive. Në total janë angazhuar 116 forca dhe 18 mjete. Sipas të dhënave nga prefektura e Korçës, nga krahu i Voskopojës zjarri është bllokuar, duke parandaluar përhapjen e tij në drejtim të zonës së Peltekut. Aktualisht forcat në terren vjojnë ndërhyrjen për neutralizimin e plot të vatrave të zjarrit. Në operacion marrin pjesë forca nga njësitë administrative bulgarec, Drenov, Mollaj, Voskopoj dhe Lekas, ndërmarrja e shërbimeve publike, shërbimi pyjor, Bashkia Korç, Prefektura e Qarkut Korç dhe Qendra e Menaxhimit të Krizave. Gjithashtu bashkitë Devol dhe Pustec kanë vënë në dispozicion mjete pick-up për transportin e efektivëve në terren. Zjarri që prej 3 ditësh po rrezikon pasurinë pyjore të zonës, ka hyrë në pyllin me pisha, duke shtuar vështirësitë për vënien e tij nën kontroll. Autoritetet pritet të japin një bilanc më të detajuar mbi sipërfaqen e djegur dhe dëmet e shkaktuara.